Ka nisur punimet për ndërtimin e objektit të ri të komunës Tetovës, një projekt që synon përmirësimin e kushteve të punës për administratën komunale dhe rritjen e efikasitetit të shërbimeve për qytetarët. Zëdhënësja e komunës së Tetovës, Besarta Ramadani, bëri të ditur se objekti i ri pritet të ndikojë ndjeshëm në funksionimin e administratës komunale dhe në ofrimin e shërbimeve më cilësore për qytetarët. Kanë filluar punimet për objektin e ri të komunës së Tetovës. Është një objekt i cila që do të përmirësojë jashtëzakonisht kushtet e administratës komunale, po sigurisht edhe të shërbimeve ndaj qytetarëve që do të kenë shërbime më efektive. Sipas saj, bazuar në kontratën e nënshkruar, afati i parapar për përfundimin e punimeve është 18 muaj. Megjithatë, dinamika e realizimit do të varet nga ecuria e punimeve në teren. Vlera totale e projektit për ndërtimin e objektit të ri të komunës arrin diku 1.350.000 euro. Sipas kontratës, parashihen që punët për objektin e komunës të zgjatin apo të përfundojnë për diku 18 muaj, po varësisht edhe nga dinamika e punës. Vlera totale e objektit është diku rreth 83 milion denar. Sigurisht që mendoj se do të jetë një objekt që do të përgjigjet nevojave si për administratën, për punëtorët, ashtu edhe për qytetarët. Autoritetet komunale vlerësojnë se objekti i ri do të përmbush nevojat e administratës, por dhe kërkesat e qytetarëve për shërbime më efikase dhe më të shpejta.